Selam aleikum të dashur shikues. Edhe sonte në këtë natë për netëve të bekuara të Ramazanit, takohemi së bashku me një temë të re e me një të ftuar të veçantë. I dëshirojmë së ardhe hoxhës së nderuar Mustafa Terniqi. Mirë se u gjetëm. Hoxh, si jeni? Mirë, elhamdulillah. Ramazani me angazhime, Wallahi, me punë. Sado që t'jemi me angazhime, themi elhamdulillah, sepse është muaj i beku. Elhamdulillah. Allahu xhalesha u pranoft Gjithë muslimanëve bashkë. në mesin edhe në grumbullin e adhurime, padyshim se edhe dituria dhe përcjellja e kësaj dije të tjerë llogaritet nga adhurimet, andaj edhe jemi sonte së bashku para shikuesve të PIS TV-s që ta trajtojmë një temë e cila mendoj se në këndvështrimin e përgjithshëm ndaj Islamit ka një rol të veçantë. Ajo është hoxhëndrum se nëse themi se Islami është fe e vetme pranuar tek Allahu subhanahu wa taala, pra me cilën Allahu është i kënaqur që njerëzit ta adhurojnë atë edhe të jetojnë. Padyshim se kjo duhet të ketë edhe disa veçori. Dhe për i veçorive të saj duhet të jetë edhe balancimi. Po Islami ka arrit ta balancoj tërë atë që njeriu i duhet që të mos ketë ankesë në shtrëmbrimin ose në animin e diçka nga diçka tjetër. Bismillahirrahmanirrahim, emrin Allahu gjithë mëshirshmit, mëshirëplodhit, nuk ka kuptim ndryshe dhe është kontradiktore që ne të bëjmë një pyetje, domethënë ose të vëmë dyshim se është ekuilibruar, a është në balans Islami si fe apo jo, kur vetë Allahu xhelle xhelalu Islamin e ka sjellur për mbar njerëzimit, jo thjesht si një sistem që lidhet vetëm me adhurimet apo vetëm me raportin që duhet ketë krijesa me krijuesin, njeriu me Allahun xhelle xhelalu, por është sistem jete. Dhe duke qenë se është sistem jete dhe nuk e ka lënë në dorë njeriu ta zgjedh vetë me kuptimin që ta përpunoj vetë, ti gjej gjërat, gjithçka hynore, gjithçka e përcaktuar nga Allahu xhelle xhelalu. Dhe duke qenë se është e përcaktuar nga Zoti fuqiplot, patjetër që është e balancuar nga të gjitha anët. Mirë po, Islami ka dhe këndvështrimin dhe dimensionin tjetër kuptimor është më i gjerë në aspektin e balancimeve. Kemi çështjen e dynjas, kemi çështjen e ahiretit, kemi çështjen e jetës, kemi çështjen e pasjetës, pra pasjetës së kësaj bote. Pra balancimi nuk është brenda kësaj dynjaje. Balancimi është kur ne shikojmë të dy botët bashkë. Dhe për sa i përket jetës së kësaj bote, çdo gjë Allahu xhelle xhelalu e lidh me lehtësimin. Për shembull, nëse do të kapim çështjen e adhurimeve, kërkon Zoti prej nesh shumë më pak nga ajo që ne kemi mundësi të veprojmë. Kjo është tolerancë dhe mëshirë nga Allahu xhelle xhelalu. Në rastin konkret, nëse në 24 orë pronari kërkon nga punëtori i tij të punojë 8 orë, Allahu xhelle xhelalu kërkon prej teje të angazhohesh vetëm 25 minuta. 5 namaze. Shumëzim për 5, 25. Gjysma e orës, nga 24 të tilla përbëhet dita dhe nata. Pra, jo vetëm që është çështje, domethënë nuk lidhet a është e balancuar, s'është e balancuar, është mëshirë, është tolerancë, është lehtësim. Nga të gjitha këndvështrimet e tjera, po ta kapim, po të bëjmë një analizë të thjeshtë, Allahu i Madhërisëm vërtet ka zgjedhur për njeriu atë që është më e lehta, atë që është më e mira për të, dhe nëse dikush do të pyes, po shiko, pse do ta zgjedh Zoti për ne mos ta zgjedh ne vetë, sepse ne nuk do të kemi unifikim. Ne nuk unifikohemi dot me njëri tjetrin. Dhe Allahu zgjedh diçka të lehtë, por unifikuese. Dhe rasti më i bukur është Qabja. Shkojnë të gjithë atje, unifikohen, 30 e sa raca, 50 raca, ndoshta edhe 60 raca të ndryshme, nuk kanë gjuhën e përbashkët, nuk kanë zakonet e përbashkëta, nuk kanë traditat e përbashkëta, dhe me një ikamet që jep muezini, mblidhen gjithashtu në format e ato rrethët rreth Qabës, mahnitet e gjithë botën. Ka një qëllim caktuar ata, andaj duke qenë se qëllimi është hynor, duke qenë se lidhja është me krijuesin, atëherë dhe
Domethënë ne nuk kemi më probleme me njëri tjetrin. Ne jemi në paqe. Prandaj dhe Islami faktikisht është në nështrim, pra ti nështrosh Zotit, por ajo që është përhapur shpesh tek më së shumti tek njerëzit që Islami është fe e paqes, paqja është rrjedhoi e kësaj. Kur ne i nështrohemi Allahut, do të vi paqja, sikur ajo që rasti që përmendëm, në namaz e njëjta gjë, në Qabe kur bëjmë tawafin e njëjta gjë, në ritet e tjera e njëjta gjë, pra i nënshtrohemi krijuesit, rrjedhimisht do të vijë dhe paqja. Hoxha përmendën një nga fushat ku Islami ban një balancim, madje domethënë e ngrite edhe në nivele më të lartë, pra mëshirë, padyshim se kur ka mëshirë pastaj gjithçka është e vendosur në pozicionin e vet, në vendin e vet. Por po shprehemi me balancim për shkak të nevojës së trajtimit ndoshta të asaj që kemi para vetes. Në balancimin që Islami jep jetës së kësaj bote dhe botës tjetër, pra nuk jep përparësi njerëz duke anashkaluar tjetrën. Pra për botën tjetër dhe për adhurimet edhe për nevojat të cilat na nevojiten për botën tjetër, sigurisht ndoshta kemi trajtuar edhe me të tjerët, do ta trajtojmë, por po flasim për këtë botë. Pra Islami nuk e kalon njeriu që në këtë botë të jetoj keq. Pra që të mos angazhohet që jetën e tij ta bëj më të mirë, që jetën e tij ta bëj më të lehtë, që jetën e tij ta bëj më të përshtatshme. Nëse mund ta themi këtë zhvillim, këtë proces me emërtimin shkencë, përparim e kështu me radhë. Islami ai ka dhënë ndonjë rol të caktuar, ndonjë nxitje të caktuar, ndonjë tretman të caktuar kësaj, sepse megjithatë është një përshtypje se Islami është si diçka prapambetur, si diçka e cila nuk nxitet kështu me radhë. Për sa i përket anës mirëqenies në jetën e kësaj bote, vetë fakti që Allahu i Madhërisëm urdhëron për dhënien e zakatit, do të thotë që nga ana tjetër të ka nxitur të jesh i pasur. Dhe nuk mund të urdhërojë Allahu i Madhërisëm i jep zakatin një personi që s'ka mundësi ta jap zakatin. Dhe kur kërkon Allahu xhelle xhelalu 2.5%, pra 1/40 nga totali pasurisë, dhe kjo jo muaj për muaj, siç kërkohet sot në gjitha shtetet e botës, muaj për muaj, fitove ose jo, je i pasur ose jo, je i detyruar të paguash taksat. Ka shtete që paguajnë 30% të taksave, 40%, 25% e kështu me radhë. Allahu don prej teje 2.5% në vit dhe jo në muaj. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që Allahu po të fton në mirëqenie. Derisa po të kërkon shumë pak, atëherë me të prisën e pasurisë tënde, çfarë do bësh? Në çështjet e ekuilibrave dhe balancave për shembull, kemi transmetimin e Abdullah ibn Abbasit, i cili thotë: "Kul ma shi'ta. Ilbas ma shi'ta. Min duni israfin wala makhila." Ha çka duash, konsumo prej ushqimeve dhe pijeve çka duash, vishu me çka duash, por që truash ekuilibrin dhe balancën, pra në jetën e kësaj bote, jo me mendje mallësi dhe jo me shpërdorime. Kjo është ana, domethënë, e pasurisë. Kurse në aspektin tjetër, Allahu xhelle xhelalu i thot vetë pejgamberit ton Muhammedit alayhi salatu wasalam: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Mos e haro hisën tënde dynjas. Pra, mos u bëj, Islami nuk nxit në murgjëri. Islami nuk nxit për ibadete dhe adhurime që ne të gjejmë një qoshe, izolim, domethënë të futemi aty diku dhe gjoja jemi duke mashtruar vetveten, gjoja jemi duke u lidhur me Zotin më shumë. Jo, Allahu i Madhërisëm në Kur'an në surën Xhumua, kur na urdhëron fillimisht që kur të vi momenti i xumas, lëreni shit blerjen, pastaj mas xumas çfarë thot? Përhapuni në tokë, gjeni rrezikun e Allahut xhelle xhelalu, punoni. Pra, Allahu i Madhërisëm po nxit që ti mund punosh, mund pasurohesh. Patjetër që ka disa kritere, ka disa kufi, ka disa rregulla, norma të ndryshme, siç ka domethënë dhe njerëzit kur në jetën e tyre të përditshme. Por Allahu i Madhërisëm patjetër që fton në një jetë të mirë. Përse? Sepse jeta e mirë e bën njeriu të ruaj ekuilibrat në të gjitha aspektet. Nëse njeriu do të jetë tepër i varfër, sidomos kur njeriu është i varfër dhe në mendjen e tij, se s'është vetëm varfëri, nuk është turp, ti je i varfër tek para, tek pasuria. Ka njerëz që janë të varfër në mendjen e tyre. Përse e them këtë? E them sepse varfëria në parë, në pasuri, dhe varfëria në mendjen e njerëzve sjell një jetë të rëndomt. Dhe Allahu i Madhërisëm e ka ndriçuar njeriu kur ai fillimisht kërkon që
t'jap zekatin nga pasuria që ka fituar, pra të nxit që të bësh i pasur. Nuk ka asgjë të keqe këtu, nga ana tjetër duhet të ndriçosh dhe mendjen. Dhe që të ndriçosh dhe mendjen, tu fillon ekuilibri tjetër, bëhet fjalë për shkencën. Allahu nuk thot mëso se si të falet namazi dhe çdo gjë mbaron me kaq. Ose agjëron Ramazanin dhe çdo gjë lidhet me kaq. Përkundrazi, Allahu i Madhërisëm po të analizojmë mirë ajetet kuranore dhe po të përmendim shumë prej haditheve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, Allahu xhelle xhelalu don që njeriu të ndriçohet në mendjen e tij. Dhe si tjetë ndryshe kur vetë Allahu i Madhërisëm në Kur'anin famëlar thot wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allahu ja mësoi Ademit alayhi salam të gjitha emërtimet e duhura se si do të fillonte kjo jetë. Dhe kjo është tepër interesante pastaj që vetëm feja islame është ajo fe e cila sfidon jo vetëm teorinë e Darwinit, po sfidon të gjitha teoritë e tjera, sfidon historinë e cila është, domethënë, mund të themi nga një anë e huazuar me qëllime të errta, ose ndoshta është dhe mashtrim nga vetvetja e tyre, ose është e keq kuptuar, ose nuk është e faktuar e kështu me radhë që njeriu domethënë është pjesë e evolucionit. Njeriu dikur ishte majmun, apo para se të ishte majmun ishte amfib, jo. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, Allahu xhelle xhelalu do të na tregoj që natyra njerëzore, që në zanafillin e asaj natyre ishte e gatshme të pranojë mësimin. Ishte e gatshme kjo natyrë të studioj, ishte e gatshme kjo natyrë të merret me shkencë. Madje kur Ademi alayhis salam ja tha ato emërtimet melekët u habitën se erdhi një krijesë e re, shumë e re, sapo erdhi, sapo krijua, sapo ju fut shpirti, me njëherë erdhi me dituri. Kishte një bagaz patjetër, pra është dhe diçka tjetër shumë e rëndësishme, erdhi me dituri, jo dituri që e solli vetë, dituri hyjnore që erdhi prej Allahut xhelle xhelalu. Hoxhë, kur po flasim tek shkenca, tek nxitja për shkencë, ne kemi shumë hadithe edhe ajete dhe hadithe gjithashtu, të cilat na nxisin për të bërë mirë. Aty pejgamberi sa më thot khairun nas anfa'hum lin nas. Do von njerëzit më të dobishëm, njerëzit më të mirë janë ata të cilët ju bëjnë dobi të tjerëve. A është kjo një nxitje qoftë direkte, qoftë indirekte që njeriu megjithatë merret me zhvillimin dhe me zbulimin e gjërave të cilat do t'u lehtësojnë njerëzve jetën, sepse çdo gjë që u lehtëson atyre jetën, do të je bashkaktar, do të futet brenda këtij hadithi i cili madje domthon është një nxitje e madhe dhe padyshim edhe për gëzim tjetër kur pejgamberi më thotë që të heci me dikant, ja lehtësoj dikujt krymjen e punëve është më e dashur për mua se sa të qëndroj në itikaf madje në xhamin e tij. Pra, kjo pamje që ofron feja a duhet në nxis edhe më shumë për shkollim e si rezultat i shkollimit dhe i dijes që përmendet të qysh në fillimin e tij, padyshim vijnë edhe zbulimet edhe përparimet e caktuara. Patjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith profetik që transmeton Tabarani këtë hadith në Mu'xhemin e Madh nga Abdullah ibn Umeri, ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur, thot Allahu, ai që fiton më shumë kënaqësinë e Zotit, është ai i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Në pamje të parë, hadithi shumë i përgjithshëm. A futet shkenca këtu, ajo që vetë domethënë that, a futet shkenca patjetër, sepse nuk ka dobi më të madhe që një njeri të sjell dobi njerëzve të tjerë, të jetë i gatshëm për të ndihmuar njerëzve të tjerë sesa me dituri. Sepse me dituri mund të japësh ndihmë njerëzve dhe kur nuk je i pasur. Unë s'kam pasuri, por kam aftësi, s'kam pasuri, por kam njohuri, nuk kam asete të ndryshme, por kam mençuri. E gjitha kjo është marrë nga një dituri që unë kam studiuar më përpara. Ai tjetri ka studiuar diçka tjetër dhe ne plotësojmë njëri tjetrin me njohuritë tona. Ajeti kuranor, Allahu xhelle xhelalu e sjell një lloj pyetje e cila del në analizë. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ A janë baras ata cilët dinë dhe ata që nuk dinë? Nuk janë baras. Pra ata që dinë ka një shkallë të lartë të Allahu xhelle xhelalu. Apo ke hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu selam, se talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kërkimi i diturisë është farz, është obligim, është detyrë për çdo musliman.
Mirë, po shumë për njerëzve këte e kuptojnë sikur po bëhet fjalë vetëm për diturit klasike islame. Pra, bëhet fjalë për Kuranin, komentimin e Kuranit, hadithe, komentimit e haditheve, çështjet e normave dhe rregullave në legjislacionin islam që quhet fikhu e kështu me radhë, dhe vetëm kaq. Jo, pejgamberi s.a.s. nuk thot talabu ilmi shar'i apo talabu ilmi këdha wa këdha, nuk përkufizoi, nuk përcaktoi, nuk e ngushtoi çështën, e la të lirë. Andaj shikojmë në historinë islame shumë prej ulemave, prej tyre për shembull Ibn Qudam el-Maqdisi dhe të tjerë, e kanë shpjeguar këtë hadith nga shpjegimet më brillante që mund të jetë. Dhe thonë, Allahu xhelle xhelalu kur e bëri pejgamberin ton Muhammedin alayhi salam të shprehet me këtë mënyrë, ne e dim farmi që profeti alayhi salam nuk shprehet nga vetvetja e tij, ajo që i ka mësuar Zoti, sikur për rasti i Ademit që përmendëm pak më parë. Atëherë, duke qenë se dituria është e përgjithshme në këtë tekst shariatik që është hadithi i profetit alayhi salatu wasalam, po bën fjalë për të gjitha llojet e shkencave të cilat janë në dobi të njerëzve. Sepse nuk ka se si të jetë ndryshe. Mjekësia është e detyruar, thot Ibn Qudame dhe plot për ulemave të tjerë, dhe jo thjesht një nxitje që ne t'jemi mjek, një nxitje që t'jemi arkitekt, një nxitje që t'jemi ekonomist ose kontabilist ose jurist ose mësues e kështu me radhë. Jo, është detyrë. Kërkimi i diturisë është detyrë për çdo musliman. Dhe kanë thënë, nëse një fshat, një krahin, një qytet, një vend nuk ka një mjek, minimalisht një person e ka detyrë të mësoj për mjekësi. Është detyrë shariatike. Farz ajn është farz kifaje, nëse dikush e plotson atë, atëherë i është rrëzuar të tjerë. Ama zanafill është për të gjithë, është urdhër për të gjithë. E njëjta gjë me infrastrukturë, për shembull, Islami është ajo fe e cila nuk i ka prishur qytetrimet e mëparshme, por e ka shtuar qytetrimin. Nëse ne shikojmë Bagdadin ose dëgjojmë Bagdad, një qytet gjigant i asaj kohe, ose Kufa, ose Basra, ose domethënë nga ana e racës së Andaluzia, domethënë është krejt ndryshe pasaj, sepse ata kishin një lloj qytetrimi të mesjetës së hershme, por ata i erdhën një qytetrim tjetër. Ne po flasim për qytete që janë themeluar nga fillimi. Bagdadi nuk ishte, u themelu. Basra nuk ishte, u themelua. Kufa nuk ishte, u themelua. Dhe dhjetra qytete të tjera. Pra, Islami erdhi me qytetrim. Dhe nuk ka kuptim që të vi me diçka ndryshe. Erdhi me qytetrim sepse ftonte në dituri. Erdhi me qytetrim sepse ftonte në shkencë. Erdhi me qytetrim sepse shkenca në Islam nuk është kontradiktore. Çdo gjë e re zbuluar në aspektin shkencor nuk bie në kundërshtim me fen, sepse burimi i kësaj diturie, ashtu sikur burimi i kësaj feje është burimi i njëjtë, është Allahu xhallahu. Po përmendë disa në aspektin e themelimeve madje edhe të qytetrimeve, të cilat vinë si rezultat i zhvillimit të mendjes së tyre, të menduarit të tyre, i cili është shumë më rëndësi, madje është bazë pastaj e çdo zhvillimi. Ai bie kjo se kur muslimanët ju përmban fesë këtyre mësimeve, i jetësuan ato, i jetuan, i ndan me të tjerët, i kishin bazë të menduarit, arritën të këto zhvillime. E kundërta pastaj me të kundërtën. Çdo largim nga këto mësime sill pastaj edhe regres, edhe mbetje mrapa, madje hap në mesin e muslimanëve, ndoshta edhe mundësinë e polemikave, e marrjes me dituritë e padobishme e kështu me radhë. Pra si tjetaj ndoshta dëshira jonë për të kthyer përsëri te këto mësime. Kjo që përmendet është fakt historik. Është fakt historik i pamohueshëm. Dhe nuk mund t'i shmangemi dot, dhe nuk gjejmë dot arsyetime të kundërta. Muslimanët, sa erdhi feja islame, për shembull nëse do kapim arabët. Arabët ishin njerëz të cilët nuk ishin një kod, nuk ishin një ligj, nuk ishin një shtet të vetëm, ishin të hallakatën. Edhe ata që jetonin në qytete, përsëri jetonin me në ato hierarkinë familjare, të cilët nuk përfaqësoheshin nga një shtet i vetëm, nga një perandor i vetëm, nga një mbret i vetëm, nga një përfaqësues i vetëm. Sa erdhi Islami, çfarë u bë me këto? Prodhuan mendim, këto prodhuan civilizim, këto sollën qytetrim, këto themeluan qytete të reja. Dhe është interesante se në historinë e krishterëve, për shembull në mesjetën e hershme dhe në mesjetën e mesme, ishin pikërisht, domethënë kisha ajo i cili i ndalonte, i pengonte shkencëtarët në punët e tyre sepse mendonin sepse kjo është diçka e djallit. Kur Harun Reshidi
i dërgon dhurat mbretit të asaj kohe të Francës një orë e cila ishte prodhimi i muslimanëve, kur ajo orë domethënë jepte sinjalin duke rënë në një orë të caktuar, për shembull ora 12 ose 1, edhe jepte sinjalin e vet, ata tremishin thotë kjo është prej shejtanit. Ishin shumë mrapa muslimanëve. Dhe domethënë është fakt historik se muslimanët sa ishin të kapur me fenë e tyre, ishin kapur dhe me shkencat e ndryshme, jo vetëm shkencat fetare, por dhe shkencat mondane, shkencat e dynjas, shkencat që lidhen me jetën e kësaj bote. E kundërta me çfarë ndodhi me krishterimin. Për shembull, deri vonë kur erdhi revolucioni francez, por edhe para revolucionit francez, shkencëtarët në Evropë, pse ishin kundër kishës? Ndërkohë që njeriu duhet të jetë, domethënë duhet të jetë besimtar. Njeriu duhet të njohë Zotin. Njeriu nuk duhet të largohet nga Zoti, por ata u larguan nga Zoti. U larguan nga Zoti sepse mendonin se feja nuk e do shkencën. U larguan nga Zoti sepse thonë që ka një Zot i rrem, ai i cili në një të vërtetë shkencore mua më dënon. Më dënon kur ne tham pak më parë, ai burimi i diturisë është Allahu. Allahu i madhërisëm këtë e ilustron shumë bukur në ajetet kuranore kur flet për shpirtin. Yes'alunaka 'anir ruh, të pyesin ty o Muhammed ç'është shpirti. Qul ir-ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila. Të pyesin ty o Muhammed ç'është shpirti. Thuaj, shpirti është çështje e Zotit tim. Dhe juve nuk ju është dhënë nga dituria vetëm se pak. Fillimisht Allahu tërheq vëmendjen. Thot, shiko, o njeri, ti je përbër nga ana fizike dhe metafizike. Pjesa metafizike e jotja është shpirti yt, është dhe mendja. Truri ekziston, e hap kafkën e njeriut, truri është aty, mendje nuk e shikon dot. Kurse çështjen e shpirtit nuk është e prekshme, nuk e din se si është, nuk e dim se si është futur, nuk e dim se si qëndron, nuk e dim se ku qëndron, nuk e dim se si do të dalë, nuk e dim se edhi gjallëria. Kur ishim barkun e nënës, kur i plotson 4 muaj, është diçka krejt që lidhet me metafizikën, gjë që e bën njeriu të bëj analiza psikologjike, analiza filozofike, analiza logjike, analiza më mrapa pastaj sociologjike kur ai fillon jetën e kështu me radhë. Çfarë janë gjitha këto? Kto nuk janë gjë tjetër vetëm se një nxitje për ta bërë njeriu të kuptojë që nëse burimi i diturisë është prej Zotit, shkenca nuk bën kundërshtim me fen. Andaj dhe sa ishin muslimanët, dalim tek pyetja se më bëni Allah, ndoshta u përhapa pak, nëse kthehemi tek pyetja, pra sa ishin muslimanët të kapur në fenë e tyre, ishin të kapur në shkencë, sepse Allahu fton në shkencë. Nëse më fani, mund t'jap një shembull tjetër, nuk e di se jemi me kohën. Allahu i madhërisëm thot: "Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat, wa ila as-samai kayfa rufi'at, wa ila al-jibali kayfa nusibat, wa ila al-ardi kayfa sutihat." A nuk shikojnë deven se si është krijuar? A nuk shikojnë qiellin se si është ndërtuar? A nuk shikojnë malet si janë ngulitur në tokë? A nuk shikojnë pra ngulitja e malëve në tokë, ama në jetën e përditshme ne shkojmë dhe vinë, a nuk shikojnë tokën se si është e sheshuar kur ne ecim, pra nuk e ndjejmë atë formën sferike të saj. Çfarë është duke thënë Allahu xhelel xhelalu? Allahu po na fton në biologji, Allahu po na fton në anatomi, Allahu po na fton në astronomi, Allahu po na fton në gjeodezi, Allahu po na fton në gjeologji. Janë shkenca të cilat kanë dalur shumë më vonë. Allahu t'i ka përmendur në ajetet kuranore dhe tërheq vëmendjen njerëz, shikoje krijesat e Zotit, se nurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Ne do t'ja bëjmë të mundur atyre natyrës njerëzore, pra njerëzve, faktet tona, argumentet tona, shenjat tona në horizonte dhe brenda vetvetes së tyre. Ja ku është teknologjia sot, studion se çfarë është njeriu për brenda dhe studion se si funksionon bota. Do t'ja bëjmë të mundur, thot, derisa ata ta kuptojnë dhe të vërtetojnë që ky Kur'an është i vërtetë, të fton në shkencë që të kuptosh Kur'anin. Kur'ani nuk kuptohet ndryshe vetëm se me shkencë. E bukur Sheikh, Allah shpërbleft. Po thuaj se jemi nga funi i emisionit, por po dua ta bëj një pyetje, mendoj shumë konkrete dhe shumë të rëndësishme. Këtë zhvillimet të cilat bëhen, arritjet të cilat njeriu i bën, a duhet të na shërbejnë që ta njohim edhe më shumë Allahun subhanahu wa taala, që ta madhrojmë atë më shumë, t'i perulimi atij edhe më shumë, apo fatkeqësisht e kundërta kur sot njerëzit me zhvillime të caktuara, sikur arrin në një lloj përpjekje për pavarësimin e tyre nga Zoti dhe mbështetjen e tyre në këto zbulime ose zhvillime të caktuara. Ndoshta
ajo që mund ban kurashtar të di, qoftë se në kohën e pejgamberit alayhissalam, shumë paralajmërime të cilat janë bërë dhe shumë ngjarje të cilat kanë ndodhur, ka qenë vështirë të kuptohen për shkak të mundësive të kufizuara. Sot ato është shumë më lehtë të kuptohen për shkak të zhvillimit të shkencës. Pra këtë kjo a duhet të na shtoj për ulësinë tonë ndaj Zotit, apo e kundërta Zoti na ruaj, e si mungesë e besimit ajo vetëm na e krijon distancën mes neve dhe krijuesit. Çdo dituri, çdo dije, çdo shkencë e cila nuk të çon te Zoti, ajo nuk është dituri. Sepse çdo diri që të çon te Zoti është pjesa e asaj që Zoti ka sjellur në dobit njeriu. Dhe ata nuk ndahen, është pjesa e ekuilibrit dhe balancës që përmendën domethënë që në fillim, qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë në destinacionin për cilin ne kemi folur, po flasim dhe jemi nisur për të shkuar deri atje, që është ahireti, takimin me Zotin, takimin me Zotin ton. Është e pamundur të kuptohet ndryshe dhe është domethënë kontradiktore. Përse? Sepse Allahu xhelle xhelalu e krijoi njeriu që të merret me dituri, e krijoi njeriu dhe urdhëroi atë që të mësoj dituri, e krijoi njeriu që të jetojë me dituri, përndryshe është e pamundur dhe vetëm me dituri njeriu e kupton Zotin e tij, e njeh Zotin e tij, njeh dhe vetveten dhe në fund fare është e pakuptim që njeriu nëpërmjet shkencës të largohet nga Zoti. Ne nuk jemi agnostik. Ne nuk jemi pjesë atyre pjesëve të filozofisë e cila domethënë shikojnë një pikpyetje të madhe sepse ata fillimisht nuk kanë njohur vetveten edhe e kanë të pamundur ose shikojnë të vështirë për të njohur domethënë Zotin e tyre. Por ne çfarë bëjmë me këtë teknologji që ka ardhur? Nuk bëjmë gjë tjetër, vetëm se nëpërmjet formulave të reja, pra çdo herë sa herë kalojnë vitet, vijnë formula të reja, qofshin kimike, qofshin fizike, qofshin të shkencave të ndryshme, të cilat ne i gjejmë të gatshme, ne vetëm i zbuluam ato. Asgjë më tepër, që në kohën e bakrit apo kohën e bronzit e deri në kohën e hekurit, çfarë bëri njeriu? I përpunoi këto metale. I përpunoi dhe i përpunoi domethënë në mënyrë që të jenë në dobi të tij. Më vonë pasaj rrota e historisë shkoi ndryshe duke ardhur më shpejt duke avancuar më shumë dhe më shumë derisa jemi ne për shembull, nëse do përmendim çështën e fesë, Muhammed ibn Musa al-Khuwarizmi ishte ai i cili për herë të parë vendosi në përdorim zero, sepse më përpara ishin plus minus ishin çështjet, kaq edhe kaq bëjnë kaq, 2 edhe 2 bëjnë 4, 2 minus 2 do më thonë bëjnë 0, ose 4 minus 2 bëjnë 2. Kur kjo që është, ti nuk mund të shumëzoje do të shifrat. Dhe mungesa e shumëfishimit të shifrave nëpërmjet shumëzimit bën atë që ti nuk përparoje dot. E gjithë teknologjia e njerëzimit sot është nga një hap i vetëm e atij personi që quhet Muhammed ibn Musa al-Khuwarizmi, i cili futin përdorim zeron që nëpërmjet shumëzimit të shkojë në shumëfishimin e këtyre shifrave dhe sot kemi anën kompjuterike, anën shkencore, anën teknologjisë, gjithë kanë ardhur. Çfarë ju donte Muhammed ibn Musa al-Khuwarizmi zeroja? Nuk ju donte gjë tjetër, vetëm se dietarët përpara tij janë munduar të gjejnë formula të gatshme për ndarjen e trashëgimisë atë që i urdhëroi Zoti. Për lehtësimin e njerëzve që nëpërmjet skemave matematikore ata të jenë, domethënë, jeta të jetë më e lehtë për ta. Edhe solli pikërisht, prandaj dhe një nga shkencëtarët gjerman, nuk kujtohet emri tani, një nga shkencëtarët gjerman thotë, shiko, ne muslimanëve nuk e kemi çështën me ta si kemi borxh diçka konkrete. Ne kemi borxh atyre ekzistencën tonë. Deri në këtë mas? Po deri në këtë mas. I kemi thot borxh atyre ekzistencën tonë, sepse nëpërmjet shkencave që muslimanët të cilët avancuan, domethënë në shkencat e ndryshme, shkencat e tyre mondane të jetës së kësaj bote, i kemi borxh ekzistencën sepse ne sot ekzistojmë në varësi të atyre gjeteve, të atyre arritjeve shkencore, domethënë që ata kishin. Mirë, po pse thot muslimanët dhe nuk thot thjesht një arab apo një turk apo një egjiptian ku ta diun me fjalë. Jo, muslimanët, sepse sa ishin muslimanët kapur në fenë e tyre, atëherë jo vetëm që përparuan nga ana fetare, nga shkencat fetare, por edhe nga shkencat në jetën e kësaj bote dhe i lanë një trashëgimi të pamohueshme, edhe pse mundon të mbulohen, edhe shifrat sot i kemi shifra arabe. Shifrat sot 1, 2, 3 deri në fund, edhe vetë fjala 0, ziferu me kështu më radhë, nga sifër në gjuhën arabe. Domethënë, ai ishte fjala më brillante dhe më gjigante që mund nxjerr një shkencëtar dhe s'ka si tjetër ndryshe. Po do ndoshta ta përmbyll me këtë trajtim. Zhvillimi i madh sot i shkencës
madje sot ndoshta po i te kalon edhe pritshmëritë me teknologjitë artificiale kështu me radhë. A është rrezik se nëse nuk bëhet megjithatë një kufizim i përdorimit të saj, mund të shkaktoj më shumë dëm se sa dobi. Pra, a kanë nevojë edhe në kulmin e zhvillimit për për parimet e fesë se si duhet të përdoret shkenca në këtë rast, edhe zhvillimet, sepse mos prezenca e saj sigurisht se do të shkaktoj ndoshta kaos më të madh se sa dobia. Tash faktikisht ne nuk jam dot një analizë shkencore, sepse janë shkencëtarët ata cilët do të merren me këtë punë që deri, domethënë, inteligjenca artificiale dhe plot prej domethënë zhvillimet e tjera teknologjike. Para se dal tek kjo jo vetëm inteligjenca artificiale, por themi teknologjia, edhe bomba atomike. Të gjitha bashkë. Edhe të gjitha ato, nëse se nuk e kanë një kthim tek ai i cili është burim i këtyre diturive, që pastaj tek ai të marrin referencë se si duhet të përdoren këto dituri, a mund të bëhen dëme shumë të mëdha pastaj. Patjetër. Andaj dhe Islami i jep rëndësi mirëqenies, që ne përmendëm, mirëqenies dhe jo faktit që ne duhet të shpenzojmë me triliona dollar për armatim, dhe gjithë kjo armatim nuk duhet kundër gjinve, dhe as kundër ufove, ata që besojnë që ka ufo, dhe as kundër jashtëtoksorëve, për njëri tjetrin. Pra, ne jemi duke e përdorur zgjuarsinë, duke përdorur teknologjinë kundër njëri tjetrin, që ne të nënshtrojmë njëri tjetrin. Atëherë në fund fare, jemi duke bërë atë që bëri faraoni dikur, atë që bëri Nemrudi dikur, që ishin jo vetëm perandor dhe mbretër diktatorial, po ishin absolut në pushtetin e tyre dhe nuk mendonin do të ndryshe vetëm se njerëzit duhet jenë të nënshtruar, jo Zotit botëve që i krijoi, por këtyre njerëzve, saqë faraoni tha ena rabbukumul a'la, unë jam Zoti juaj më i larti. Dhe në një farë mënyrë, por me ngjyrime dhe format modern sot, po bëhet domethënë ai që quhet robotizimi i njerëzve. Ajo që nënshtrimi i njerëzve në një format, domethënë në një format tjetër. Pse duhet gjithë ky armatim? Kundër llojit, për të shtrirë influencat tona, për të jem unë ai i pari dhe jo ti e kështu me radhë, dhe në fund fare kjo nuk është më dobit njerëzimit. Atë që Zoti nxit është në dobit njerëzimit. Nëse do më japësh kohë shumë pak, për shembull, ajo që quhet dikur busolla kineze. Busollën kineze kush e zhvilloi? E zhvilluan muslimanët. Arabët dhe muslimanët me fjalë tjerë përveç arabëve, të cilët arabët udhtonin edhe jashtë edhe para islamit, në periudhën para islame, por kur erdhi Islami, në udhëtimet e tyre, ata donin të gjenin koordinatat e duhura, jo thjesht për udhëtime, por të gjenin kiblen, jeni në mes të oqeanit, ne do i falemi të Madhit Zot, çështja lidhe me Zotin. Atëherë duhej që busolla kineze, e cila ishte shumë modeste, shumë e thjeshtë, të sofistikohej. Dhe u sofistikua aq shumë sa më vonë pastaj kur hyn në Evropë nëpërmjet Spanjës, ajo quhet busolla arabe. Kjo busolla arabe ka një zanafil fetare, kjo busolla arabe ka një zanafil humane. Ka zanafil humane sepse është bërë për të mirën e njerëzimit. Nuk është bërë që ne të gjejmë një kontinent tjetër që quhet ose një popull armik, një popull armik, një kontinent tjetër, ta zhdukim atë kontinentin e tjetër sepse duhet jetojnë. Jo, nuk ka ndodhur kjo me muslimanët. Madje amerikanët, kur kanë shkuar, anglezët, kur kanë shkuar në fillim, edhe portugezët dhe spanjollët në Amerikë, popujt autokton atëherë kanë gjetur besimin islam aty. Që do thot? Do thot që indianët jo se ishin musliman, një pjesë e tyre kishte pranuar islamin. Indianët nuk kanë qenë mikpritës për spanjollët, as portugezët, as amerikanët, domethënë anglezët asaj kohë, amerikanët që unë më vonë. Nuk kanë qenë mikpritës. Përse? Sepse kanë ardhur me dhunë. Muslimanët i pasën mirëpritur. Madje kanë bërë pjesë të feve, kanë pas disa fe, domethënë një pjesë e tyre adhuronin Zotin, kanë gjetur shenja nga më të ndryshme që këtu adhurojnë Zotin sikur adhuronin muslimanët në vendet e tyre. Përse? Sepse ajo busolla ju donte arabëve për me shku, me përçu islamin, me përçu të mirën, të jenë human për racën njerëzore e kështu me radhë. E njëjta gjë ndodhi me letrën. Letra e butë. Dikur ishte ajo letra kineze e vrasht. Muslimanët fillimisht ju donte të gjenin disa formate, ndoshta jemi vënuar, me këtë po e mbyllim. Okej. Muslimanët ju donte patjetër të gjenin formule se si ta zbusnin letrën që quhet sot letra e butë, shkruhet edhe përhapet në mas.
ta përdorin domethënë të gjithë njerëzit për komentimin e Kuranit, për komentimin e hadithit. Janë aq shumë komentime të Kuranit dhe të hadithit sa duhej patjetër një letër. Mirë, po kjo më vonë solli atë që do të shënoheshin edhe dituritë të tjera, do të shënohen edhe shkencat e tjera. U shërbyen të gjithë. Derisa në vitin 700, shumë herët në Samarkand është faqur fabrika e parë për letrën e but. Kalojnë në Damask, nga Damasku në Afrikën Veriore, nga Afrika Veriore kalojnë në Spanjë, vetëm në vitin 1340 është hapur fabrika e parë në Itali e letrës but për Evropën, që e morën nga Spanja. E dyta ishte në vitin 1389, pra 49 vjet pas Italisë e hap Gjermania, fabrikën e parë të prodhimit të letrës së but. Muslimanët e shekuj përpara e kishin pjesë të tyre, sepse ishte shkenca dhe Islami diçka që lidhej me humanizmin e tyre në dobi të racës njerëzore. Le të na shërbej edhe busolla për orientimin tonë të duhur, edhe letra për ta dokumentuar këtë orientim tonë. Ishte kënaqësi Hoxh. Allah ju nderoft, Allah ju nderoft, e dashur sukses. Amin, gjithë bashkë. Në misionin në punën e palashme. Shikues të dashur, Islami dhe shkenca, dy emërtime të pandara njëra me tjetrën. U shoqëruan fuqishëm. Atëherë kur muslimanët ju përmbajtën fesë, ishin të parët në shkencë dhe në zhvillim. Kur i lanë mësimet e fesë, mbetën mbrapa dhe patën regres të madh. Ne sot, për të kthyer atje ku duhet t'ju kthehemi mësimeve të Zotit, të na shërbej si busoll për orientimin tonë të duhur. Deri në takimin tjetër, Allahu xhalla shanuhu ju pas mëshirën rahmetin e tij.